Kryedemokrati Sali Berisha vijoi me pretendimet për manipulime zgjedhore, të mërkurën denoncoi se mungonin 60.000 vota nga ato të diasporës. Sipas tij, fletët janë përdorur brenda vendit dhe nuk janë dërguar tek emigrantët. Ai tha se demokratët do ta zbërthejnë manipulimin që ka ndodhur me votën e diasporës, të cilat për ne janë shpërndarë brenda vendit dhe nuk janë dërguar. Pra këto erëzojnë procesin. Ne nuk merremi, ne nuk mund të pranojmë një proces që është manipuluar në çdo aspekt. Në asnjë rrethon, po mendje njerëzore që të ketë kuti me 97% vota për Partinë Socialiste, apo kjo nuk mund ta pranoj. Pra ne kemi të gjithë dëshmitë e ndërhyrjes brutale në procesin e votimit të diasporës dhe unë jam i bindur që diaspora shqiptare në 4 anë të botës do reagoj kundër narkoshtetit me forcën më të madhe. Berisha shtoi se kanë dëshmi të ndërhyrjes brutale në procesin e votimit të diasporës, ashtu tha se kanë në dorë laptopin e patronazhistëve ku zbulohet veprimtaria e tyre kriminale. Por garantoj qytetarët se ne disponojmë me qindra dhe mijëra prova për të gjitha aspektet kriminale, manipulimet e votës qytetarëve shqiptarë të cilat ne do t'i bëjmë publike çdo ditë. Asnjëri të mos mendoj se akuzat tona nuk kanë mbështetje në dokumenta dhe prova materiale të pakundërshtueshme. Njerëz pa përgjegjshëm prokurorinë e Tiranës mbyllin syt, bota nuk mbyll syt. Shqiptarët nuk mbyllin syt. Luftëtarët e lirisë nuk mbyllin syt. Luftëtarët e votës lirë nuk mbyllin syt. Kur? I kemi dhe i kemi tani ca përgjeni nga laptopet. Po, laptopi humbet në herë, ju e dini vetë. Laptopi humbur ka bërë problem historik. Do i prisni, mos u ngut. Prisni, ne jemi këtu për të paraqit dokumenta, për të faktuar me vendosmërinë më të madhe, seriozitetin më të madh, farsën e 11 majit. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se votën e shqiptarëve nuk e mbrojnë dot me Kalashnikov, por shtoi se zotërojnë dokumente dhe se lufta për votën e lirë është vetëm në fillimin e saj.